Në sheshin para katedrales Shën Shtefni, atmosfera që i paraprin festës së Krishtlindjes u përcoll përmes një organizimi të veçantë rinor, i realizuar nga famullia Zoja e Shkodrës. Aktiviteti u shoqërua me një koncert festiv, ku në skenë u ngjitën talente të reja, duke sjellë muzikë, energji dhe frym bashkimi për qytetarët e pranishëm. Të rinj përcollen emocionet dhe kënaqësinë e pjesëmarrjes në këtë aktivitet, duke theksuar rëndësinë e nismave që krijojnë hapësira shprehje artistike për ta. Jemi shumë të gëzuar që kemi mundësinë që të organizojmë koncerte të ndryshme në pragun e Krishtlindjes dhe pjesëmarrjen e grupeve rinore të ndryshme nga qyteti jonë. Koncertin Shkëllim Krishtlindjes kanë marrë pjesë shkolla shumë të ndryshme, u prit shumë mirë nga të gjithë edhe sepse u kriju një atmosferë shumë e këndshme si për fëmijët ashtu edhe për të rritunit. Aktiviteti shërbeu për të transmetuar mesazhe shprehëse, gëzimi dhe solidariteti në frymën e Krishtlindjes.